Një kompani tjetër për prodhimin e kablove instaluese të automjeteve po vjen në Maqedoni. Investitori turk Gjavo Automotive nga fundi shtatorit pritet të nisë prodhimin e fabrikën që pritet të ndërtohet në zonën industriale të Tetovës. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi tha se kompania e pjesëve automobilistike me investimin prej 20 milion eurove do të hapë rreth 500 vende të reja të punës për rajonin e Pollogut. Ky model tregon që bashkëpunimi midis shtetit dhe sektorit privat mund të krijojë kushte për realizimin e investimeve të mëdha që kontribuojnë drejt për drejt në zhvillimin ekonomik lokal, po ashtu edhe në atë nacional. Kompania Gjavo Automotive është kompani e njohur ndërkombëtare me përvojë prej disa dekadave në industrinë e automobilave dhe me kapacitete prodhuese në disa vende të rajonit. Vendimi i saj për të transferuar një pjesë të prodhimit që po realizohet sot në Turqi dhe Slovakinë të transferohet në vendin ton është një sinjal i fortë i besimit në ekonominë tonë. Për dallim nga ministri që tha 500 vende të reja të punës, drejtori i zonave zhvillimore teknologjike industriale Goce Dimovski tha se do të ketë 400 punësime të reja, ndonse eksporti i prodhimtarisë do të kalojë dyfishin e investimit fillestar. Ai tha se bëhet fjalë për sektorin e prodhimit të kablove të automjeteve. Станува збор за високотехнолошко производство на контролни кабли, базирано на современи автоматизирани процеси и технологии, што значно ќе придонесе за унапредување на технолошко ниво на индустријското производство в државата, како и за развој на квалификуван кадар со нови вештини и знаења. Gjavo Automotive планира сериозен инвестицијски циклус во Македонија. Согласно бизнис планот, висината на инвестицијата ќе достигне до 20 милиони евра со вработување на повеќе од 400 лица. Планот на Gjavo Automotive со овој инвестицијски проект е да креира годишен извоз кој би достигнал 45 милиони евра годишно. Autoritetet thanë se kjo kompani do të merr ndihmën e shtetit si investitori huaj për lehtësirat fiskale, të kontributeve të punëtorëve për një periudhë të caktuar dhe shfrytëzimin e tokës në zonën industriale. Kujtojmë që disa vite më parë një kompani e huaj automobilistike Igo dështoi në investim për prodhimin e veturave elektrike pikërisht në zonën industriale të Tetovës, por autoritetet thonë se ajo është e kaluar dhe se ky investim i ri vetë se është i garantuar me firmosjen e marrëveshjes dypalëshe.